Kështu që varet. Pastaj ka inshurenca shëndetësore në Massachusetts që një person është me aftësi të kufizuara ose me të ardhurat të kufizuara, ka inshurenca që siç e përmendëm përpara, Medicare Advantage, ka masell standard, ka masell limit, varet në moshat që personi, domethënë moshat saktuara. Kështu që ka Massachusetts jemi një vend shumë e fat, domethënë njerëzit që jetojnë në Massachusetts janë ekstra me fat, sepse kemi benefite të papara në Massachusetts. Unë më shumë flas për persona që janë me aftësi të kufizuara dhe me të ardhura të kufizuara gjithsesi dhe normale në moshën mbi 65, sepse jam dedikuar këtij lloj programi dhe kësaj lloj fushë. Çfarë ndihme të kërkojnë më së shumti kur të telefonojnë shqiptarët që janë në zonën e Massachusettsit? Janë disa. E para njërë më kërkojnë ndihmën e sigurimeve shëndetësore. Ajo është më e rëndësishmja. E dyta, përvojën që kam përvojë 20 vjeçare është kërkojnë ndihmë si t'i ndihmoj unë për procesin e futjes në një shtëpi të moshuarish. Pra, si mund të futet një person në nursing facilities ose nursing homes, që quhen në anglisht. E treta është kërkojnë ndihmë për SNAP ose Food Stamps, që është një program ushqimor për personat me të ardhurat të limituara. Mund të marrin një pagesë mujore për të blerë ushqime. Dhe ka shumë persona tjerë që kërkojnë edhe ndihmë për t'ju treguar procesin si një person mund të futet tek një shtëpi të moshuarish, por që janë independent, që quhet independent senior living. Si funksionon regjistrimi, pranimi në një azil të moshuarve? Okay. E para njërë është duhet të filloj nga doktori primar. Klienti duhet të ketë ose pacienti duhet të ketë një lidhje shumë të fortë me doktorin e tyre. Atje fillon gjithçka. Doktori i bën një assessment të përgjithshëm klientit ose pacientit dhe e konsakton nëse ky person vërtet ka nevojë apo jo për 24 orë në ditë të kujdesje. Kjo është gjë e parë. Gjë e dytë është shikojnë inshurencën shëndetësore, pra sigurimet. Është shumë e rëndësishme. Sigurimet shëndetësore duhet të mbulojnë 100% shtëpinë të moshuarve, pra azilet ose senior nursing facilities. Ajo është shumë e rëndësishme, duhet që ta mbulojë. Të gjitha sigurimet shëndetësore e mbulojnë azilin? Jo të gjitha, jo, varet. Nëse një person për shembull ka po marr një shembull inshurenca shëndetësore të Massachusetts që ofrohen nga shteti Massachusetts, nëse një person ka vetëm një senior buy-in ose ka një masell limit, nuk pranohen. Sepse gjithmonë, domethënë kostoja në për këto shtëpi të moshuarve është shumë e lartë dhe rimbursimi është shumë i pakët. Kështu që duhet me patjetër një inshurencë shumë e mirë shëndetësore dhe shumë e fortë. Çfarë pranojnë shumica e këtyre shtëpive janë Medicare-in A dhe B, pranojnë masell standardin, pranojnë inshurenca shëndetësore private, ose pastaj pranojnë private pay, që ajo është gjëja më fantastike që mund t'i ndodhi një biznesi, që domethënë që njerëzit e paguajnë nga xhepi. Okej, që ti marrim me radhë pak, që ti informojmë dhe ata që po na ndjekin, veçanërisht nga Massachusetts. Kjo bisedë sot është e përqendruar për shqiptarët atje, që bëni mirë të na ndiqni. Po, na ndiqni, na bëni share me njëri tjetrin, ndajeni dhe dëgjoni Biancën dhe merrni Biancën pastaj që t'ju ndihmoj dhe t'ju asistoj, siç bën me mira shqiptarë që e telefonojnë. Tani, Bianca, sa kushton pak a shumë në muaj Medicare AB apo Advanced që të mundson pastaj të hysh në një shtëpi azilit moshuarish? Po. Medicare A dhe B, siç e dim që është domethënë inshurenca federale e Amerikës, e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, është një inshurencë që i ofrohet çdo personi mbi 65 vjeç, që është shtetas amerikan, që ka mbi 5 vjet në Amerikë me green card, ose për persona që janë 21 deri 64 me
disability të kufizuara. Me aftësi të kufizuara, korrekt. Medicare-i A dhe B, kur shton, domethënë Medicare-in, nëse një person ka Medicare-in A dhe B, tani e ka ngritur rreth premiumin që automatikisht je i detyruar ta paguash, është rreth $202, mos gabohem, rreth 200 çfarë është. Ky premium, kjo pagesë mujore e marrin është në muaj, e marrin automatikisht o nga Social Security, nga çeku i Social Security, benefite që të vinë ty për muaj, që i vinë klientit, ose të dërgojnë një faturë mujore që ti që duhet ta paguash. Kjo është rreth 200 ca. Në rast se personi nuk ka të ardhura të shumta ose është me të ardhura të shumë të limituara, atëherë ky premium paguhet nga shteti i Massachusetts. Pra, një person nëse nuk është në gjendje ta paguajë të $200, ne i shohim shumicën e të ardhurave dhe kualifikohet për masa standard, masa standardi e merr këtë pjesën e 202 rreth kësaj dhe ja paguan në muaj. Pra, do të thotë që ky person nuk paguan në muaj, paguan 0 në muaj. Në rast se personi është me të ardhura më të larta, normale që ajo $200 është e paevitueshme do paguhet gjithsesi. Dhe 20% e Medicare-it Part B do paguhet nga xhepi, personi duhet të paguaj plus edhe ilaçet e veta që janë një pagesë tjetër mujore. Dhe mund të vej kostoja, mund të vej deri në $250-300 në muaj. Por gjithmonë, çdo individ është ndryshe, nuk mund të caktoj dot sa është eksakt një inshurancë shëndetësore. Që të marrësh Mass Health Standard, sa duhet i kesh të ardhura që të kualifikohesh, pra që ta paguaj shteti për ty, sepse nuk i ke të ardhurat e mjaftueshme. Sa duhet jetë niveli i të ardhurave? Ndryshon. Massachusetts i ndryshon të ardhurat mujore, po flasim gjithmonë me të ardhura mujore sepse kështu e marrin këtu, gati për vit. Në këto moment, të ardhurat mujore për një person, individ, që nuk është i martuar, jeton vet, është 1350. Pak a shumë. Për familjare është 1750, nëse janë burrë grua. Pastaj ka dhe mënyra të tjera nëse personi ka probleme shëndetësore, të ardhura, domethënë ngrihet një çik limiti që Massachusetts i e pranon edhe limitin çik më shumë. Nëse personi ka të ardhura që quhen ADLs është që ka nevojë për shërbim 24 orë në shtëpi, activity of daily living, që quhen aktiviteti jetës të përditshme, atëherë të ardhura, domethënë shteti bën një kat që thotë, okay, po i jap një çik më shumë rrugë për të naviguar dhe për ta aprovuar për Mass Health Standard. Për të parë intervistat e plota të Ilva Tare Talks, sigurohuni të bëni subscribe, abonohuni në kanalin e YouTube dhe qëndroni të përditësuar për episode të reja çdo javë.